1. Qasja pozitive. Mendojeni mendjen tuaj si një kopësht ku çdo mendim është një farë që pret të lulëzoj. Çdo mëngjes, ti ke fuqinë të zgjedhësh se çfarë lloj kopshti dëshiron të kultivosh. Një sjellje pozitive është drita e diellit që ndriçon këto fara, duke transformuar shkëndijat më të vogla të shpresës në një lule rrezolluese mundësish. Kur ti e nis ditën me pozitivitet, sfidat bëhen mundësi dhe pengesat bëhen mësime që nxisin rritjen tënde. Çdo eksperiencë, qoftë ngritëse apo testuese, shton thellësi dhe ngjyrë në kryeveprën tënde personale. Kjo praktikë ditore e pozitivitetit jo vetëm përmirëson këndvështrimin tuaj, por gjithashtu magnetizon mundësitë dhe frymëzon lidhjet me të tjerët. Përqafoje mendimin se çdo moment është një mundësi për të përmirësuar dhe lër energjinë tënde pozitive të prek dhe të dominojë çdo aspekt të jetës tënde. Përkushtohu që të zhvillosh këtë sjellje çdo ditë dhe shiko se si kopshti yt i brendshëm lulëzon përtej parashikimeve. 2. Komunikimi efektiv. Komunikimi efektiv është ura që lidh zemrat dhe mendjet. Çdo ditë përpiqu të përmirësosh, jo vetëm si flet, por gjithashtu edhe si dëgjon. Në mendjen tënde imagjinoje çdo bisedë si një mundësi për të shkëmbyer ide që japin shkëndija për ide të reja dhe mirëkuptim. Kur komunikon me qartësi, empati dhe autenticitet, krijon një ambient ku besimi dhe bashkëpunimi lulëzojnë. Pra, ka të bëjë me artikulimin e vizionit tënd, ndërkohë që je i hapur ndaj këndvështrimeve të tjerëve. Imagjinoj fjalët e tua si një far, të mbjell me kujdes. Ato lulëzojnë në lidhjet që pasurojnë jetën tuaj dhe hapin dyert për mundësi të reja, duke u përfshirë në dialogje domethënëse dhe duke dëgjuar vërtet zërat rreth teje. Ti pasuron veten dhe komunitetin tënd. Praktikoje të shprehurit e mendimeve të tua me saktësi dhe ngrohtësi dhe dëgjo me qëllimin për të mësuar. Çdo përmirësim, sado i vogël në aftësitë e tua të komunikimit, ndërton një bazament lidhje afatgjatë dhe ndryshime transformuese. Pika 3. Vetdisiplinë. Vetdisiplina është gur themeli i shndërrimit të ëndrave në realitet. Mendoje si një muskul që bëhet më i fortë me çdo veprim, sado të vogël që ndërmerr. Përkushtohu çdo ditë që të ndërtosh shprehi që të çojnë më afër qëllimit tënd, pavarësisht nëse është zgjimi për disa minuta më herët, të përfundosh një detyrë sfiduese apo të praktikosh një aftësi të re. Ky përkushtim ditor transformon motivimin kalimtar në një forcë të madhe që te i kalon pengesat dhe shpërqendrimin. Vetdisiplina nuk ka të bëjë me kufizime të ashpra, por me vendosjen e kufive të qëndrueshëm dhe të butë për t'i respektuar, që ty të udhëzojnë drejt përsosmërisë. Imagjinoje çdo veprim të disiplinuar si një tull në bazamentin e fortë të ardhmes tënde. Edhe kur përballeni me pengesa, me sfida që duken të vështira për t'u tejkaluar, kujtoni që qëndrueshmëria jep rezultate të shumta me kalimin e kohës. Çdo moment përqendrimi dhe përkushtimi është kontribut në ndërtimin tënd. Përqafoje rrugtimin e vetdisiplinës, duke ditur se çdo fitore e vogël jo vetëm që ndërton qëndrueshmëri, por gjithashtu ndez një pasion afatgjat për arritje. Hapi i 4. Të tejkalosh besimet e limituara. Mendja jote është një peizazh i gjerë dhe besimet që ti ke mund të bëhen barriera ose ura për potencialin tënd. Çdo ditë sfidoje dialogun e brendshëm i cili të thotë nuk mundem apo unë nuk jam i mjaftueshëm apo e mjaftueshme. Imagjinoj këto besime kufizuese si mur që bllokojnë dritën e ngrohtë të mundësive. Duke i vënë në pyetje dhe duke i çmontuar këto barriera, ti arrin të hapësh shtigje drejt risive dhe njohjes së vetes. Zëvendësoje dyshimin me pohim fuqizues, që të kujton forcën unike që ti ke apo aftësi që ty të veçojnë nga të tjerët. Pra, të zëvendësosh me motivim kapacitetet e limituara për rritje. Kur ti në mënyrë efektive zgjedh të deshifrosh dialogun tënd të brendshëm, ti shndërron pengesat në gurkalimi, apo hapa drejt qëllimit tënd dhe një të ardhmje më të dritur. Çdo veprim i vogël kuraje, pavarësisht nëse është testimi një aftësie të re apo të dalësh jashtë zonës tënde të rehatisë, e dobëson dyshimin në vete. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse tani ti beson më shumë në vete. Përqafoje cënueshmërinë. Atë që ti e sheh si dobësi tek vetja, shihe si një shenjë force dhe lëre çdo ditë të jetë një mundësi për të ndërtuar vetbesim. Kur ti lë pas krave atë që të pengon të ecësh përpara,
Ti arrin të hapësh dyer drejt arritjeve që dikur ke menduar se janë të pamundura, duke shtruar rrugën drejt transformimit të vazhdueshëm. Hapi i 5. Menaxhimi i kohës. Koha është burimi ynë më i çmuar. Një lum potenciali që rrjedh vazhdimisht. Çdo ditë merr kontroll të agjendës tënde, angazhimeve të tua, duke vendosur prioritete të qarta që janë në përputhje me aspiratat e tua afatgjate. Mendoje çdo moment si një pikë uji në oqeanin e mundësive. Organizoje ditën tënde si një artist që organizon ngjyrat në pëlhur. Çdo detyrë, pavarësisht sa e vogël mund të jetë, luan një rol në krijimin e kryeveprës tënde jetësore. Përkushtoji kohë planifikimit, përqendrohu në atë që ka vërtet rëndësi dhe largohu nga shpërqendrimet që vjedhin minutat e tua të vlefshme. Si për shembull, kalimi një kohe të gjatë duke bërë scroll në rrjetet sociale, apo duke parë video të cilat nuk të japin asnjë kontribut në ndërtimin tënd. Duke marrë sfida të mëdha dhe duke i ndarë ato në detyra më të vogla që do të lehtësojnë realizimin me sukses të qëllimit kryesor, jo vetëm që ndërton momentum, por gjithashtu feston fitore të vogla, por që në çdo fazë ti provon kënaqësinë e suksesit, që të motivon për detyrën apo sfidën e radhës. Përqafo rutina që sjellin strukturë në ditën tënde, ndërkohë që të lejojnë të jesh fleksibil për më shumë kreativitet. Me çdo vendim për të përdorur në mënyrë të zgjuar kohën tënde, ti shtron bazamentin për sukses dhe përmbushje. Të arrish të menaxhosh kohën do të thotë të dish vlerën e çdo sekondi, duke shndërruar potencialin në arritje të prekshme. Hapi i 6. Politika. Pra, të mësosh vazhdimisht. Në një botë që po zhvillohet vazhdimisht, mësimi i vazhdueshëm është kyç në të qenit relevant dhe i frymëzuar. Çdo ditë ofron një mundësi për të zgjeruar horizontet e tua, qoftë duke lexuar, duke marrë një kurs online apo duke u përfshirë në biseda domethënëse. Mendoje mendjen tënde si një librari, që çdo ditë i shtohet një libër. Një librari ku çdo copës njohurie shton thellësinë në kuptimin tënd ndaj botës. Përqafoje kurreshtjen si udhëzuesin tënd dhe lër çdo mësim, qoftë i madh apo i vogël, të bëhet një hap drejt formimit tënd intelektual. Duke u përkushtuar që çdo ditë të mësosh diçka të re, ti jo vetëm mpre aftësitë e tua, por gjithashtu zhvillon përshtatshmërinë dhe elasticitetin. Konsideroje çdo sfidë si një mësues që diturinë dhe çdo gabim e shndërron në mësim të maskuar. Ndërkohë që ti e bën rutinën tënde ditore nxënjen e dijes, pengesat i transformon në njohuri, ndërsa ambicjet e tua i transformon në qëllime të arritshme. Kjo shprehi e rritjes së vazhdueshme siguron që ti të mbetesh një forcë aktive në çdo ndryshim të rrethanave, gati për të kapur mundësitë e reja. Hapi i 7. Urtësia financiare. Urtësia financiare nuk ka të bëjë me atë se sa fiton, por sa efektiv je në menaxhimin e asaj që ke. Çdo ditë bëj zgjedhje të informuara që kontribojnë në një qëndrueshmëri afatgjate dhe rritje afatgjat. Imagjinoj financat e tua si një kopësht që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Krijimi i buxhetit, kursimi dhe investimi janë mjete që ushqejnë rritjen e financave. Duke gjurmuar shpenzimet e tua dhe duke vendosur pikë synime financiare realiste, ti arrin të krijosh një kornizë për zhvillim që te kalon fitimin e menjëhershëm. Çdo vendim i vogël, siç është të thuash jo blerjeve impulse, të pamenduara mirë apo të lësh anash një përqindje të vogël të ardhurave të tua, ndërton një bazament elastik për të ardhmen tënde. Edukoje veten rreth menaxhimit të parave, eksploro mundësitë për investime të zgjuara dhe mëso nga suksesi, por edhe nga pengesat. Me çdo vendim të zgjuar financiar ti arrin të përforcosh sigurinë tënde, arrin të krijosh një rrugë drejt një bollëku afatgjat. Përqafoje këtë praktik ditore me qëllimin e fuqizimit të vetes, duke ditur se disiplina financiare është një element shumë i rëndësishëm në arritjen e një balanci në jetë dhe liri. Hapi i 8. Zhvillimi personal. Zhvillimi personal është një udhëtim i gjatë jetësor, qëllimi i të cilit është që ti të bëhesh versioni yt më i mirë. Çdo ditë investo kohë në vetë reflektim, ndërtim të aftësive dhe rritjes emocionale. Imagjinoje jetën si një libër që shpaloset vazhdimisht. Çdo kapitull është pasuruar nga mësime që merr dhe sfidat që te i kalon. Përqafoje çdo eksperiencë të re si një mundësi për të rritur, pavarësisht nëse është zotrimi i një aftësie të re apo të kuptuarit në thelbi emocioneve personale. Vendosi vetes qëllime të arritshme që të sfidojnë dhe festoje çdo arritje gjatë udhëtimit. Rrethoje veten me persona që të mbështesin dhe festojnë arritjet e tua.
Rrethoje veten me njerëz që të frymëzojnë dhe të shtyjnë të tejkalosh limitet e tua. Duke ju përkushtuar në bazë ditore vetë përmirësimit, ti gradualisht transformon shprehjet e tua, zgjeron aftësitë e tua dhe përsos karakterin tënd. Çdo hap që ti hedh në këtë rrugtim të sjell jo vetëm më afër aspiratave të tua, por thellon ndjenjen e qëllimit dhe plotësimit. Zhvillimi personal është arti i të shndërruarit arkitekt i fatit tënd. Hapi i 9. Caktimi i qëllimeve dhe synimeve. Qëllimi është ylli yt udhëzues që ndriçon rrugën drejt suksesit. Çdo ditë ndalo për një moment dhe gjej se çfarë të nxit apo motivon në të vërtetë dhe cakto synime të qarta që janë në vijim me vlerat e tua më të thella. Përmes imagjinatës tënde, krijo një fotografi të udhëtimit tënd, si një kryevepër në progres, ku çdo synim është një penel i guximshëm që kontribon në pikturën e madhe të jetës tënde. Kjo praktik ditore e qëllimit dhe synimit transformon ëndrat abstrakte në plane konkrete, duke furnizuar motivimin tënd për të tejkaluar pengesat dhe për të kapur mundësitë. Duke ndarë vizionin tënd afatgjatë në detyra të menaxhueshme, ti krijon një hartë që jo vetëm të udhëzon në veprimet e tua, por gjithashtu rrit vetbesimin dhe vendosmërinë. Çdo hap i hedhur që është në përputhje me qëllimin tënd, ndërton momente domethënëse dhe përforcon përkushtimin tënd për të bërë i shkëlqyer. Përqafoje qartësinë që vjen duke përcaktuar qëllimin. Lejo që çdo ditë të bëhet një mundësi për të rivlerësuar, përsosur dhe festuar progresin tënd. Shpalosja e qëllimit tënd është motori që bën të lëvizësh çdo ditë drejt arritjes dhe ndriçon rrugën drejt një të ardhmje që të plotëson. Hapi i 10. Mirënjohja dhe qëndrueshmëria. Mirënjohja dhe qëndrueshmëria janë dyshja dinamike që të fuqizojnë për të dhënë drejtim sfidave të jetës me hije, shi dhe forcë. Çdo ditë ndalo për një moment dhe mendo bekimet që ke në jetë, qofshin të mëdha ose të vogla, bekime që pasurojnë rrugtimin tënd në jetë. Mendoje mirënjohjen si një shitë e lehtë që të freskon shpirtin, ndërsa qëndrueshmëria është pema e fortë që qëndron e paluhatur në stuhitë e jetës. Kur ti shpreh mirënjohje dhe falënderim për eksperiencat e tua, madje edhe për ato të vështirat, ti zhvillon një forcë të brendshme që transformon një situatë që mund të duket dëshpëruese në mundësi. Çdo moment mirënjohje forcon aftësinë tënde për të rikthyer fuqishëm nga situatat e vështira, duke zhndëruar pengesat në mësime dhe sfidat në katalizator për rritje të mëtejshme. Kjo praktik ditore ndërton bazën e një qëndrese emocionale që mundson të përballesh me situata konfuze në mënyrë të qetë dhe me vetbesim, pasi ti tashmë ke aftësinë të shohësh aspekte pozitive të jetës tënde. Jo vetëm që përmirëson gjendjen tënde emocionale, por gjithashtu frymëzon ata rreth teje që të veprojnë në të njëjtën mënyrë. Përqafoje mirënjohjen dhe qëndrueshmërinë si mjete thelbësore për të jetuar një jetë të pasur dhe të balancuar, të orientuar drejt qëllimit. Bëni subscribe kanalin tonë në YouTube për të njoftuar vazhdimisht për videot motivuese që ne krijojmë.